Për herë të parë kemi në lidhje direkt analistin Lulzim Veliu. Mirëmëngjes dhe të faleminderit që je së bashku me ne. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Unë thash hera parë se më duket për herë të parë po takohemi dhe sigurisht që është rëndësishme edhe të shohim edhe nga perspektiva të ndryshme se si dalëm në këto zgjedhje. Ende nuk po dihet se kush mund të bëhet deputet dhe kush të paktën janë edhe disa ende të paqarta, disa deputet. Por deri më tani, si janë trendet, Ardiana, i ke përcjell? Po, normal, këtë punë e kemi me i përcjell trendet dhe normal 10 që e por, pa të shumë të se cilat parti, sidomos të këto 3 partit e mëdha, do jenë deputet të gjithë nga 10 që e por, dhe kjo nuk është gjë shëndosh për demokracinë dhe për votuesin, duke pas parasysh që në një farë forme imponohet votimi ndaj atyre 10 të parve, duke u konsideruar ata sikur 10 më të mirët, dhe njëkohësisht duke funksionuar përmes atyre që e thojnë listave partijake të cilat i shpërndajnë, dhe aty normal gjendet ajo 10 që e por, aty këtu e fusin në numër pak ma ka fundi, varsisht për shoqërisë me cilin e kanë, këta e bëjnë gjitha partit pa përjashtim, varsisht se është një sekret publik, po me gjithat është diçka që bëhet tash 25-6 vite pas luftës, dhe po besoj që deputetët do jenë paka shumë ata të njëjtit që kanë qenë, sepse nuk është kohë e gjatë që ka kaluar nga zgjedhjet e kaluara dhe normal nuk ka pas ndonjë ndryshim të madh në skenën politike në mënyrë që me ndryshu. Po normal listat janë pasuruar me njerëz të ri, do ketë njerëz të ri të cilët do fitojnë në karrigën e deputetit, por do jenë më të pakët dhe shpresoj që pavarësisht që janë njerëz të ri në karrigën e deputetit, të janë njerëz me provojë, jo siç jemi mësuar me pas njerëz të cilët nuk kanë provojë apo puna e parë e tyre tjetë deputeti kuvendit. Qëre, në këto vetëvendosja të PTK-ja nuk ka ndonjë lëvizje, kështu që me thonë të rëndësishme politike që më javlen më komentu. Unë besoj që krejt fokusi duhet të jetë tek Lidhja Demokratike e Kosovës. Është njëra për listave më interesante edhe për shkak që flet për 2 narrativa. Kemi Hotën edhe Hekimit e Bajramin, të cilët përkundër që me thonë lutës e breshme që mundet me ju bëhë duke i vendosë ata poshtë, ma poshtë në lista, i shojmë që janë më lartë. Po. Nëse regjia është kujdesur, po. Mu shumë është interesant se qysh ka folë vëtusi i LDK-s, edhe qka ka thonë vëtusi i LDK-s, për shkak që edhe LDK-ja mundet me qenë partia që e vendosë se qka do të ndodhë në të ardhmen e afret politike në Kosovë. Se, qëfar mund të... Partia kur të esha unë që shdo të ishit jo, tash që pas ka ndodhë për një ditë. Unë gjithmonë e kom poli të kënë që... Okej, hajtë se ta të regoj emisionet. Qëfar e determinojnë dhe cila është mënyra që do të determinojnë? Po, të qenë partia e tretë, edhe të posë vetë me parti një kandidate për presidente, edhe në ato e ditë nevojën kryesore që e kena për me zgjedhë një president, dhe me thënë, për dirisa vetëvendosja nuk e ka asë një emën, PTK-ja nuk e ka asë një emën, kërkush nuk e foli asë një emën, është LDK-ja cila e ka një emën. Edhe besoj që këtë do t'jetë debatit, tema e debatit. Votat për bëjnë të qartë që, dhe me thënë, Kurti nuk ka me pas edhe shumë të zashme me kriju qeverinë, atë që me nevojit një koalicion, po koalicioni nuk ka me pas, për qeveri jo. Nuk e shoh që ka pas problem, po përsëri problemi kryesor për na jetë me presidentin. Kështu që ndoshta nuk ka me bë gabimin që e ka bë herën e kaluam, domethënë që me formu qeverinë vetë tani me shku me lyp marrëveshje politike për president. Nëse e bën këto, përsëri na të shku drejt një procesi të ri zgjedhor. Po më intereson ta di dhe mendimin e Veliut që ne kemi përmes lidhjes direkte, veçanërisht për 10 e parë të partive, çka të befasoj më tepër? Po me thënë të drejtën nuk ishte befasi të mëdha se zakonisht në listat zgjedhore renditen eksponent kryesor të partisë duke filluar nga numri 1 deri te 10. Dhe për këtë arsye unë mendoj se më shëndetshme për demokracinë dhe për Kosovën do të ishte ndryshimi i kodit zgjedhor dhe
emrat, pastaj do të kishim ndryshim edhe tek deputetët, do të kishim ndryshim edhe tek emrat, dhe të ishte shumë më e shëndetshme sikur Kosova të kishte më shumë zona zgjedhore dhe çdo zonë zgjedhore të kishte kandidatët e saj e jo të punohet të veprohet në këtë mënyrë. Pse do të ishte kjo më e shëndetshme? Pse do të ishte më në favor të Republikës së Kosovës kjo mënyrë dhe ndryshimi i këtij kodi zgjedhor? Po, unë mendoj se për votuesin do të ishte shumë më e lehtë, sikur do ta kishte kandidatin e tij nga zona nga vjen. Dhe jo të shkojmë e të votojmë 10 kandidat, t'ja fusim X-it ato nga 1 deri te 10, siç është bërë zakon të një pjesë e madhe e qytetarëve tanë, që ende pa e parë listën fillojnë të numrat e parë edhe mbyllet me aq. Shumë më e mirë do të ishte sikur që është në vende të ndryshme, për shembull këtu në Gjermani, ne kur votojmë kemi një nga çdo subjekt politik e kemi nga një kandidat në zonën ku ne votojmë. Dhe në momentin që e përcaktuar për kandidatin, për partinë, atëherë vota shkon direkt për atë kandidat. Dhe në këtë mënyrë, të gjitha subjektet politike do të kujdeseshin që të gjenin kandidatët më të përgatitur, kandidatët më të mirë për t'u kundërvënë subjektet të tjera po në të njëjtën zonë. Dhe në këtë mënyrë do të kishim edhe një parlament shumë më të me personalitete më të mira, me njerëz më të Kjo është një ide shumë e mirë, sigurisht është një ide shumë e mirë, por ndoshta kërkon kohë për të implementuar dhe ndryshuar, andaj edhe nuk do doja shumë të fokusoja minutat e emisionit flasim. Po, e vërtet është, prandaj dua më shumë të analizojmë sepse mund mos kemi kohë për të analizuar ato që kanë prodhuar këtë zgjedhje. Duhet fillohet një herë. Mirë që ngritet zërin. Si do që tjetë, çfarë mund të prodhojnë këto zgjedhje? A mund të kemi përsëri zgjedhje të reja, a mund të kemi një situatë më stabile politike në vend? Se she duke u bazuar pak a shumë dhe në deklaratat që deri më tani i kemi dëgjuar edhe nga kryetarët e partive politike? Po, unë mendoj se tani është momenti i fundit kur liderët e subjektet tona politike duhet të vetëdijsohen dhe të thonë fund këtij ngërçi politik për interesat e ngushta klanore e partijake. Deklarata e kryeministrit aktual, zotit Albin Kurti, në momentin e festës në sheshin Skënderbej në Prishtinë, më bëri të besoj se tani më edhe ai e ka pa se është e pamundur që të gjitha gjërat t'i ketë në dorë vetë dhe ofroj një bashkëpunim ose të paktën e tha se jemi të gatshëm për bashkëpunim edhe në subjektet e tjera politike, në qoftë se ai dëshiron bashkëpunim mund të ketë me lidhje demokratike të cilën edhe e dëshiron më shumë, por një bashkëpunim mund ta ketë edhe me Partinë Demokratike. E dëshiron ende lëvizjave të vendosja Albin Kurti Lidhjen Demokratike të Kosovës me krye Vjosa Osmanin? Për dallim prej këtij unë bashkëalimin e Zotit Kurti e kompletuar dhe jam kanë aty live, e shoh se një tjetër betejë që ai kur nis politike, kur ai ka thënë herët hajvanat opozitës, domethënë atëherë opozita pa të prej këtë për shumë. Edhe pa të pasur një seri e takimeve mes Kurtit dhe liderëve të opozitës, që pa të përqytohatën deri në një pikë sa, domethënë dol që Albin Kurti është i ofruar gjithçka, se cilën mundësi që opozita është duke e refuzuar për me shku përsëri në zgjedhje. Dhe unë besoj që tash fjalia ati që ai ka me i ftu përsëri liderët opozitarë, tash jena në një kontekst të ri edhe nuk e dine se kanë me refuzu, domthon është thik me dy preja. Nëse nuk i shkojnë takim, i vjen që ti i shku në zgjedhje, ke marrë rezultatin e njëjtë, nuk po dënë me pranu këtë rezultat që po ta jep populli. Nëse shkon takime, kemi hyme një seritit e takimeve që hin. Pra, nuk ka shpresë nga ajo deklarata që e dëgjuam. Po dhe ka shpresë, nuk ka shpresë për një koalicion dhe stabilitet politik, sepse ne po varemi vetëm nga vullneti, pra sipas asaj që po flitet i Albin Kurtit. Kjo është fare e thjeshtë se mos t'i komplikojmë, është 60 ditë afati kohor. Prej ditës certifikimit, 60 ditë kemi kohë për me zgjedh presidentin. Nëse zotri Kurti mendon që duhet pa bashkëpunim veç vetëvendosje me bone, prap do shkojmë zgjedhje. Nuk është zgjidhje. E dyta, zotri Kurti e ka LDK-n. Tash na po e llogaritim potencialisht sa mundet me u bë zotri Kurti me LDK-n, duke pas parasysh Vjosa Osmanin, të cilën e refuzoi edhe e cila është kandidate për presidentin nga Lidhja Demokratike. A mendojmë na që do ketë mundësi që të bëhet Kurti me LDK-n? Jo.
si pas mendimit tim, për shkak se me pas dasht e kish bo herën e parë, pa u bo me LDK-n hiq, edhe kish përvecu Vjosën. I shkon thjesht kjo muhabet. Do me thonë, zotri Kurti, nuk po i bën këto rasisht. Ajo është duke i mbyll gjitha dyrët, që me lodh këtë popull me shpirt, me gjunjëzu, që atër mi marrë edhe 70-80%. Po bre, edhe 100% për jepim zotrit Kurtit, po veç let punon, po s'po din me punu. Në anën tjetër e ka partin demokratike. Partia demokratike, veç nëse kam ta kryo analizën tem. Partia demokratike kërkon kryeministri. Zotri Kurti është i vetë me person... Kjo e ka lodhë këtë popull dhe ka qitë në dy gojtë. Çfarë analize është? Qysh ke ka lodhë këtë popull dhe ka qitë në dy gojtë, do të me marrë një analizë... Ja përshesh të 2 metra më kjesë merë vesh çka thash. Unë nuk thash e ka lodhë, po thash është të e lodhë dhe ka me lodhë. Ka shumë dallim, atë nesër edhe sot. Gaxher, nisan, gjuha që jena të shku drejt fundit, gjuha që është situata Kosova pranë kollapsit, gjuha që Kosova, ky popull është katastrofë të shku, dhe më thënë, nuk po prodhon kur gjanë, se njës janë të po që nuk është ashtu, Gaxher. Obre vullnet veç që tash adin... Që ke ideja që me shku, apo ka diçka të mërshme është të ndodhë, ka kena jetë të shku drejt humnere, se sene, edhe me fajstu tani një person. E në ndërkohë, mës me folë për personat e tjerës, edhe këta janë të akter politikë. Dhe më thonë, na jena në situatë, ashtë, LDK-ja du të me vendosë. A dënë me shku përsëri në zxedje, për mja po qefin Vjosa Osmanit, pësa sa ne ju ka pikë më po presidente. Apo LDK-ja du të me marë vetën, du të me marë situatën në dorë. I rate personale dhe ego personale për përmbushje... Po të tashti okej, te ke pas kandidatë Vjosa Osmanit. Tashti Vjosa Osmanit nuk ba mu po presidente. Qa po folë të kjo s'ka lidhe me këto punë, hes. Po ka lidhe të folë për koalicion. Ti dush me vendos. A dënë me shku në koalicion, a dënë me shku me një koalicion apo jo, nëse jo, du të me dalë me të regu qëtash, do me po Vjosa Osmanit. Nuk mundet Vjosa Osmanit tash me mojtë peng këtë situatë politike, pëse asajnë ju ka tekë më po presidente. Dikush po moj ka? Po dhe. Jo, po pëse këna ju ka tekë? Personalisht. Kush pa thotë në du po president? Për pas Vjosa Osmanit. Kërkosh heq. Kështë le të vendosin LDK-ja, nëse ka një kandidat me hy sa ministri, do të me po një zhvi dhe ka qenë. Sa e një tek të LDK-ja, pëse s'po shkonaj të PDK-ja, po dhe të PDK-ja duhet me pas kompromis, sa i zdon me bo kompromis. Po ata dëgjojmë lullzimin, pas ta e këthejme të fjasin për PDK. Po, lullzim. Ndje, sepse të jam në pritje. Edhe një gjë duhet të harrojmë të gjithë, e mos pagut këtë gjë duhet të mos harrojmë subjektet tona politike, sepse kësaj radhe, për dallim nga zgjedhjet e kaluara, si ato në shkurt, si ato në dhjetorin të kaluar, Lullzim? ato vitin, unë jam duke... Po, sepse ne po kemi pak vështirësit ju dëgjojmë dhe besoj që kolegët nga regjia do të kujdesen që ta ngritsin zërin në studio në mënyrë që dëgjohet më mirë lullzime. Mund të testosh? Je okej, po, je okej. Unë isha duke thënë se një gjë nuk duhet të harrojmë ne të gjithë qytetarët, por më së shumti nuk duhet të harrojmë liderët e subjekte politike, sepse kësaj radhe të gjitha subjektet politike në paket, duke filluar nga ajo më fuqishme e për të vazhduar deri te Lidhja Demokratike, pasi që Aleanca vlerësoi se nuk është dënuar në atë formë, u dënuan në heshtje nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra, për një palë zgjedhje, në këto zgjedhje kemi 200.000 vota më pak, 200.000 qytetarë që nuk patën vullnet dhe dëshirë për dalë e për të votuar. Pikërisht është kjo lodhja që jeni duke e folur aty në studio nga subjektet tona politike, që unë në një farë forme pajsoj të gjitha si mbas numrave që ata i ka në parlamentin. Pra, fajtori kryesor është lëvizja vetëvendosje, mirë po pa faj nuk mbeten as edhe subjektet e tjera politike, të gjitha si pas numrave që i ka në parlament. Mirë po, me gjithat, lëvizja vetëvendosje, duke qenë se kishte 51% dhe e kishte të mundur qeverisjen me vendin pa asnjë problem me ata numra, dashti që të marrë dhe postin e presidentit dhe t'i ketë qika në dorë. Qysh dashti me marrë postin e presidentit? Sukuna... Për çka shku më zedhe në atë, aje këtu? Duke kandiduar nën kryetarin e... Unë po kam problem me... Se po më mdo këtë si kur jeni të refuzu realitetin. Si kur jeni të refuzu faktet e gjalla që po flasin. Po duhet i shohem gjërat pak ma thellë. Duhet i shohem gjërat pak ma thellë. O zëtni, a ka lut PDK-n, a me dy emna.
Ju lutem. E vullnet. O valloj, që doni ju na vazhdojnë 75 vjet. Jo, vullnet. Që ta me më hu realitetin, me më hu që këshaj. Ju po thoni, aj e ka pas 51%, a ju po thoni e ka pas 51% e s'ka dosh me qeveris. Nuk është e vërtet, e ka bo qeverin, e ka formu qeverin. Aj që detyre ka, aj për kryeministër u kanë. Be 51% e ka bo qeverin. Qysh nuk po do me qeveris? Kush e ka obligim, kër i ka 51% me i funksionalizu institucionet? Po, e ka pos Shajarani, edhe i ka thonë, ami dy emna. Për dykëja e ka thonë, nuk po du me ti të regu emnat. Ka dalë ka gjerbina konë që tonë, të lojna politike, edhe po më ju po kërkani, që në studio mu silna, që mi injoru disa fakte, për shumë, kjo nuk ka ndohë, dhe leta vendosim këto, narrativen që... E ki pas Vjosa Osmani... Përsëri ka shku në zgjedhje, përsëri ka marrë 45%. Ka mujt me vazhdu, po pra. Valloj maqetë, në nuk përmoj maqetë, mos se kur ti po injorohet që shto realiteti, ka fitu Jarani. Jo, Është i marrë votat ma shumë, rejtë mu po bashk, nuk po mujt me mujt. Jo, bre, realiteti numrave, qëtjartë janë numrat, qëtjartë janë numrat. Edhe e kuptën në realiteti. Një votas. Apo thoni pople me vendos. Apo thoni pople me vendos. A u që poplet dilën. Qëri votat. Vjosa Osmani Sadriju 500 mishja. 13.000 është. Nuk e numru gjitha. Vesh 20% e numru dheri më tani. Hajde 20.000, 30.000, 40.000, 80.000. Po nuk është as të 100 mishë. Ku po të më po presidente? Okej. Përseri, a thojnë, a vetë vendosë, kur ti ka hup, nuk po dënë me qeveris, vazhdojnë me narrativen. Audienca le të këshirë numrat. Në regull është numrat janë, nuk mund t'i mohojmë numrat që janë. Numrat janë për Zotin Kurti dhe për qeverisin e ti. Mirë po, Zotin Kurti kishte shumë mundësi të tjera për të mos të quar vendin në zedë. A mund flasim për diçka tjetër, Lulzim, t'lutem, është shtjelu, është hargju, Lulzim, t'lutem, dëgjam, jo, Lulzim, t'lutem, se unë po flasë. është shtjelu, është hargju, është tjerë kjo pjesë, lutem, mos ta diskutojmë më pas 100 mujve, qysh me ju qasë ma ndryshe. Jemi këto të flasim se qka do të provojnë këto zgjedhje, kush po bëhet deputet i Kuvendit Kosovës. Lutem, veç të këthejmë në realitet dhe në kohën e tashme, mos të flasim për të kaluarë, nëse ka mundësi. Ardian. Po, dyshim, por janë pak të ndërlidhura në bënë avalë. Ajo, sigurisht, po, jemi 25 minuta të e diskutu qka ka bo Kurti, pëse se boni president, pëse e boni, qka do të bëj tash. A jemi duke po që përshojmë ndoshta një energji ma ndryshe, një vullnet ma ndryshe që mund në asjel një stabilitet politik. Për kondra zigonxhe, tash punët janë, ose mardhënjët janë larguar edhe më shumë mes akterëve politik. Ne kemi pas një Vjosa Osmani, e cila ka qenë me Zotrin Kurti në të njëjtën listë, ka qenë presidente të cilën e ka bo Zotri Kurti, se s'kish pas mundësia jo mu bo pa dashtaj. Dhe në të njëjtën kohë, Zotri Kurti e refuzoi zonjën Osmani. Tani, pas refuzimit zonjës Osmani, LDK-ja vendosi për të parën, pra do me thonë për presidente, dhe në qoftë se Zotri Kurti dënë me bo koalicion me LDK, do të me pranu zonjën Osmani. Kjo nuk ndodhë, do me thonë. Kjo nuk ndodhë, se Zotri Kurti nuk i mshën vetës elektoralisht. A i mshën shtetit, po Kosovës i mshën, po vetë vendosës nuk i mshën. Dhe pra ndaj jemi në këtë situatë. Në anën tjetër, e ki Partinë Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës e ka kërkesën e vetë. Do në me marë kryeministrin. Zotri Kurti duhet me koni vedishëm. Edhe të tjerët para ti, Zotri Rugova, Zotri Thaçi e të tjerët, të gjithë kanë bërë kompromis, sepse ky shtet, kushtetutën e ka në bazë të kompromisit. Dhe i kanë dhonë për shambull, Ibrahim Rugova ja ka dhonë Ramushit kryeministrin me 5-6-10%. Sa vota ve ka pas Ibrahim Rugova? Nalë pak bërës. Sa vota ve ka pas Ibrahim? Ja, përshë që full, vota. Sa vota? Po, nalë një gabë dhe bërë se s'ki fajt i vëllon. Qysh politikani me vota po hataj? Qysh politikani? Politikani për studjeve po baj ka? Qa thojna në studja, politikani e ka votën del në votime, edhe i merë sa vota i ka popli e zxedh. Po. Pas ka bo kompromis, pësa mirë të ka do kompromisi Ibrahim Rugovës me bo njerin me 5% kryeministra?
Po flasim për një periudhë këj tjetër kohore, ne nuk jemi në Kosovën e pas luftës. Po këta po thonë, ka gjeri po thonë, Që ti kalzojnë të themin e kohë dhe të shikojmë kur... vetë përgjigjesh ç'është s'bën. Mbasi po vetë, a ka bo mirë, po ka bo shumë mirë. Në atë situatë, kur folë për Kur nuk i falit Rugovës që ka bo, Ramush Haradinën se me qatë rasin ja ka dhonë, edhe që ku është sot, dhe me thonë, e ka bo partinë, se më si pas e përdojnë Ibrahim Rugova qatë rast, a i shu politikisht më. Njerës kur folin për Sandet Vllaja, duhet me ditë minimumi kontekstin kohor. Kur folë para 20 kusur vjetëve për Ibrahim Rugovën, kohën kur LDK-ja luftoj në çdo aspekt nga akteret e luftës, Rugova ka qenë detyruar që ta ofroj zotrin Haradinaj që të krijojë një farë balanci. Jeni të sjell tema të panevojshme. Lulzem, lutem, falë, se t'lash pakona është e di që duna me të liru. Cili mund tjetë roli Partisë Demokratike? Dhe mund të kemi një koalicion? Edhe njëherë për fjallin, mu më dhe vrejtje pëse unë alat e presidentin, ndërsa në studio jeni këthyër 20 vite propa. E vërtet është kjo Lulzem... drejt që po bëhet. Edhe ma e lotshme për mu dhe për shikusit, po. Kërkojnë djes, po, çka me po. Nuk duhet merremi me ato si ka qenë kush këndë bëri. Ne duhet të kthehemi në realitet dhe të shohim numra. Në bazë të numrave që ka sot në kuvendin e Kosovës, koalicioni më i mirë, i cili do ta zëlte qeverin, por edhe presidentin, do të ishte koalicioni në mes të dy forcave kryesore, pra në këtë rast Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike. Unë para disa ditësh dëgjova zotin Bedri Hamza që tha se ne jemi të gatshëm edhe për koalicion, mirë po kërkoi njërin nga postët. Nuk e tha vetëm kryeministrit, por tha që njëra nga pozitat kryesore qoftë presidentin, qoftë kryeministrit. Pra në këtë rast unë bash se Partia Demokratike është e gatshme që të pranoj një koalicion edhe me postin e presidentit. Lulzim, është e gatshme realisht Vetëvendosje, mendon që do t'i pranoj në koalicion? Po tash ne duhet presim dhe duhet shojmë reakcionet e tyre. Ne nuk mund t'a dim. Unë fillimisht tash se e posh një vullnet të mirë. Mirë po gjërat po ndryshojnë. Ne duhet të shojmë edhe pas daljes rezultateve, sepse ende janë të panumëruar edhe votat e diasporës, e ne e dim gjithmonë që votat e diasporës në shumicë shkojnë në favor të Lëvizjes Vetëvendosje, edhe ka mundësi që ato vota do t'ja bëjnë të mundur atij që ta krijojë qeverinë e vet, si vetëm, që do t'ishte për mendimin tim do t'ishte një gabim në qoftë se ikon veprimet. Lulzim, sa vota janë krejt në diasporë, ke iden me përqindje ose me numër? Po, kanë qenë 132.000 që janë regjistruar, 22-3.000 janë votuar në ambasada dhe konzulata, ku parafërsisht nga ky numër 85% ka qenë numri atyre që kanë marrë pjesë, është diku 105.000 apo 106.000 që janë dërguar me post. Pra, mund po themi parafërsisht 120.000 vota. Nga këto 120.000 vota, unë mendoj se 70% duke u bazuar në të kaluarën, nuk kemi ndonjë exit poll apo ndonjë gjë që është bërë, mirë po duke u bazuar në të kaluarën në zgjedhjet paraprake, diku te 70% mund të jenë për lëvizjen vetëvendosje. Dhe ky është një numër që mund të bëjë një ndryshim të jetë të madh të atij që e kemi aktual. Lirisht mund të them se lëvizja vetëvendosje nga ky 43% që është tani afërsisht mund të shkojë deri në 26%. Mirë po, për të rikthyer prapë, unë mendoj se është një gabim shumë i madh që i gjithë procesi dhe i gjithë ky ngërsh politik të ndërlidhet me një emër, me zonën Vjoca Osmani, që është një nga politikanët që nuk sheh asgjë tjetër dhe gjithçka i është turbulluar para syve të saj, ajo vjen me emrin president dhe gjuhet me emrin president nga shtrati i saj. Është ajo politikane që trahtojnë lidhjen demokratike vetëm për të bërë presidente me zotin Kurti. Dhe ishte notere e zotit Kurti, as pak nuk e kriju funksionin e presidentit të shtetit deri në momentin e fundit, pra ishte noterja e pushtetit, noterja e Lëvizjes Vetëvendosje. Ama mos harron se po ja numërojmë vetëm Lëvizja Vetëvendosje ja bëri me dije asaj se nuk ka vot për president. Dhe në momentin kur po ja numërojmë vetëm këto, sepse po harrojmë se çfarë bëri edhe në rolin e presidentes, veçanërisht në arenën ndërkombëtare kur Kosova kishte shumë nevojë për përfaqësim diplomatik. Nëse zgaboj, duna më liru apo jo dhe ato mos t'i bënte takimet të cilat
u menagjuan dhe ju bën nga dikush tjetër, sikur edhe në tot mos mirë të pjesë. Si do që tjetë, e rëndësishme është Kosovën me pa në pozitat të mira, kush i mundëson, kush i realizon pak ka rëndësit, faleminderit shumë për ndryshe, sepse di që... E ka numrin e Trump, vetë qatë. Okej, Ljoll, po, ma tjetër vetëm se e kom edhe Ardianit që duna me liru, kështu që po më qëtë me një farë pozitën që s'po di kujt Unë jam këtu, për parësi. Fitu shmim për drejtat njerëzit, për liritin. Faleminderit shumë që po më liron, që shihemi. Ta arsysh venki. Faleminderit. Faleminderit shumë Ardian. Vazhdojmë dhe pak me Lullin, sepse edhe Lullin dula me liru se i ka punë të veta djali. Dhe po du me të falenderu Lull që na ktheve në tem, në tashmë, se Ardiani dhe vullnetin këmë të më qimend, të na këthim të miri. Vazhdojmë në të ardhme. Unë vetëm për ta përfunduar, vetëm deshta Po. Ky është morali politik i shoqërisë kosovare, i disa subjekte politike kosovare. Pa njerëz, pa parime, subjekte politike pa asnjë parim, përderisa brenda një periudhe kaq të shkurtër tradhtohet nga njerëzit dhe përgjysmohet subjekti politik dhe në momentin që ajo e sheh se nuk do bëhet presidente, rikthehet dhe mirë pritet, sikur t'ishte ku ta di unë kush, kjo e tregon shumë qartë moralin politik. Ama apo mendon që është mirë prita, këshëria votat? Nuk është mirë prit. Definitivisht po them është mirë prit nga kryetari i saj. Po, ose kryetari i ka vyt. Në asnjë moment. E vërtet. Mirë, po ky e bëri atë për ta shpëtuar lëkurën e tij, sepse ne e po. E vërtet. Edhe zoti Abdisiku është dashur tik me këtë, me zgjedhjet e kaluara është dashur tik, sepse e shkatruan LDP. Ka dy njerëz që e kanë shkatruar LDP-n dhe e kanë kuar në këtë pozicion çfarë është. Ama apo pajtohemi që domethënë për mos me prodhu kriza të reja, këto parti do të me dha dërheqje për këtyne emnave. LDK si ta kanë tash me dalë edhe me tregu që nuk ka me quveren në zgjedhje për një emën si Vjosa Osmani. Edhe me hynë një dialog shumë të sinqert me tregu se edhe një post zgjedhje mujnë me kanë fatale. Për najna vetë mi vend... Unë pajtohem plotësisht që në demokraci ata që dalin humës duhet të hapin krahun. Ja, dhe alarmi... Japin mundësi, forca të reja në mes të subjekteve politike. Alarmi është... Djem edhe vajza shumë mirë në për këto subjekte, si në Partinë Demokratike, ashtu dhe Lidhën Demokratike, veprojnë ashtu si veproj për shembull Aleanca. Dhe në një farë mënyre, kësaj radhe Aleanca ka marrë një numër të konsiderueshëm të votave, ka marrë shumë se që kanë pritur edhe vetë, dhe unë mendoj se ka ndikuar edhe ajo që ata e bën hapin e duhur. Është Irani në situatë vetëm për më faqe për të pengoj, ama unë duhet me dhoni alarm se në një situatë shumë serioze. Para një javë dite, është maj samiti i BE-s në Maltëzi. Kosova nuk ka qenë prezente sepse s'kena pas reprezentativ të amarë në seriaz. BE-ja e ka nisë me përshpejtu procedurat për antarësimin e vendeve të bashkimit të Ballkanit Perëndimor me hima shpejt në BE. Nëse na nuk rejojnë asaj institucione serioze, Kosova mund me u për rastin që mu bo pjesë e këtyre procedurave të shpejtume. Po nuk kemi asë në plan, ashtu si që kanë paralemruar dhe ata, nuk kemi në... Po, për me që atë, ata BE-s nuk i kam venën që vetëm Kosovën me lanë, dhe me thonë, Kosova du të me përfitu prej kësaj ka dëshmërije të BE-s, e cilja është në një farë urgjence për me kompletu vetën në karshi situatave që po vinë të ardhmen. Nëse na që tash... Nuk është duke na lënë Bashkimi Evropian amash. Kosovën për e lejmë vetë amash. Ju e shihni për shembull që nga fundi që është ndarë për vendet që janë në rrugë për antarësim në Bashkimin Evropian, përderisa Shqipëria, Maqedonia dhe Mali Zi kanë marrur edhe këstin e tretë, Kosova nuk ka marrur asnjë gjë dhe në fund të qershorit humbet pjesa e parë që është 90 milion euro. Dhe nëse e vazhdojmë në këtë mënyrë deri në fund të vitit do të humbin edhe 150 milion të tjera. Çka do të thonë se ne po i humbim lekët e gatshëm që vijnë nga Bashkimi Evropian dhe na shërbejnë për ku është fajku? Është pikërisht tek ta lider politik, duke filluar nga Albin Kurti për të vazhduar edhe me subjektet opozitare. Gjithmonë fillojmë nga ai që i ka nga i madhi, se përderisa ka numrat, i ka dhe përgjithësi baglaja. Po shumë që është duke shkuar mirë numrimi, andaj besoj që shumë shpejt mund të kemi ndoshta edhe takimet e para, formimin pse jo edhe të qeverisë dhe urojmë pastaj
të shkoj gjithë shka si më së mirë, të flasim dhe diskutojmë për trejat që mund të na i sjellin këto zgjedhje. Faleminderit shumë, Lulzim që u bashkuat në këtë bisedë. Shpresojmë që ta kemi lënë kështu derën hap për hira tjera. A na pranon ajo? Me humor pak. Se më du të mjullohen për shtypje mësaferve për fund për herë të parë. Se unë kanë herë këtu të shpis. Po ti shpis, po edhe unë menoj që janë njerë së më njohen, po mësafer kur vinë për herë të parë. A kemi të vota shpar? Shumë interesant është. Po, s'kemi shumë ko, po nëse regjia na lejon edhe mund të kemi ko, varet prej tyne, varet prej Artianës. A na ka mori notë Artiana jo? Shkojmë shpejt po, me siguri pa po. Hajde shkojmë shpejt. Artianë, sorry, po. Shpejt për të diskutuar cilën parti LDK e ka bëhet diferenca, edhe unë do doja... Hajde... A dhe përsa LDK-ja është diferenca? Për shkak të vjosa Osmani. Që këshire, që kjo pozita edhe sa u konë. Pretendimi partisë për me lani person poshtë, edhe sa i ka jo popullit, që shtu do të një këshirë rezultatit. Nëse dikush mena në kryesi, ka menu që Hikmet Bajrami dhe Abdullah Hoti do të me kanë listën, ka 11 edhe 12, populli u që ditën e ka thoni jo, këta janë numër 4 dhe numër 5. Edhe që shtu do të me letëzu kjo mesaj. Shko të PDK-ja. Hajde, shuam të PDK-ja. Dhe më thënë, ti ki Sala Jashari, e cila është në numër 9, dhe më thënë, është në pozitën numër 5. Shko pak ma poshtë, edhe për që është interesant, mu që më bëni interesant, edhe është pak më naltë, përparim Gruda Orhan Ismaili. Unë e besoj që ta është dje Bedri Hamza dur me një konferencë, edhe tha që kena me hymë në reformë të mbrëmshme. Besojnë që Bedri Hamza nuk do t'jetë më... Jo, Bedri Hamza e ka krymë Bedri Hamza, edhe beli konferenca ati në adjeshme, mu dëkë si ke dërheqja, po jo zyrtare. Po lufta është, qëre, Orhan Ismaili është dyshi si pas PDK-s kryesis. Por, edhe përparim Gruda që ka 4-shi. Por, votuesi PDK-s është të thonë diçka tjetër. Po thotë, jo, dyshi është përparim Gruda. E 4 është Orhan Ismaili. Se është edhe ideja e numrave. Partia e ka propozu me qenë numër 4, njëzit e ka njëpë dësh. Po, po tresh është edhe Arjan Tahiri. Kështu po thot populli, apo jo? Ora, duhet edhe Arjan Tahiri të pretendoj për ta drejtuar Partinë Demokratike të Kosovës? Jo, se s'ka bazë Arjan Tahiri. Arjan Tahiri nuk ka... Arjan Tahiri është, unë e menoj që është pak buke fryme artificialisht, si kur do buk që janë për furra, që do kënë te për mirë, për të një kërë e merë me hamër, s'ka ku gjënë ta. Kështu që lufta, unë e besoj që ka më bëmë me s'përparim Grudës edhe Orhan Ismailit. Edhe është shumë interesant, se përparim Gruda është prej rajonit që përfaqëson që është baza e PDK-s, dhe më vjen nga Skënderaj, edhe Orhan Ismaili përfaqëson këtë grupin e urban. Dhe më thonë, këtë beteja që na kena folë mes flashës me 2 grupeve, për sëri edhe audiencë prap janë të përballë. Mirë po, e veçanta është të këtë 2 që kanë edhe votues edhe simpatizant edhe në këtë pjesën urbane edhe në pjesën e konsideracioni është interesant. Nëse po i referohemi në këtë më. Edhe Urani preferohet në atë pjesë, por nikosisht përparimi preferohet në pjesë tjera të Kush ka për krajën e kujtë? Se me paskon Bedri Hamza e kështë marrë, kur ka hyjtë tek pjesa, se dhja keni po një videot e satelitit që këmë qitë, para se me janis fushata për mbyllë se PDK-s, është Bedri Hamza me bashkëshorte, është Orhan Ismaili me bashkëshorte. Edhe aja hymja bëhet, këta 2 janë. Me ceremonia. Nuk u kanë përparim Gruda me bashkëshorte. Dhe më thënë, interesi Bedri Hamzës është që pasarë se tina me qenë Orhan Ismaili, por interesi i votuesve të PDK-s nuk është Orhan Ismaili, deri tasht është përparim Gruda, edhe pse mund me pas levizje, për nuk ma mërmene që pinon mive ka me shku me kalu. Se trendi ka me qenë i gjashën, besojmë, ashtu si... Une, trendi i gjashën, ashtë PDK-ja të me vedosë me janë, a do me ngu publikun e vetë audiencen, votusin e vetë, me dhe me zgjedh dikën që, për tashtë edhe ideja është përparim Gruda, a ka element të një lideri, se këto nuk është vish votuese, se kjo gjendje ka mujtë me qenë momentale e votuesve në varsisht për angazhimit Grudës që ka qenë shumë i dendur gjatë periudhës së krizës, dhe më ka mujtë kjo me dhonë rezultat, se këto në shumë dhe të partit tjera, për shumë të LDK-ja janë përkra njës që janë konë pak më aktual gjatë kohës. Sepse i ka aktualizu dhe situata, ta zëmë Grudën, profesionit ti si jures në Zgabaj, apo jo? Vendimet e kushtetutës se a ka qenë ma prezent. Por, ideja është të një lider, nuk më nëshme zgjedh veç pëse u konë me një proces kohor ma aktiv. Por dikush dhe të me pas që ka një vizion pak ma gjatë, 5 vjetë, 10 vjetë. Ku për të me konë PDK-ja mes 5 vjetëve? Për sëri ju në thamë, PDK-ja është një situatë as pak lakmushme, gundje, përshka që është në pritje të liderve të sojë. Ta është nuk e dim ata lider, se këta u kryu për shtypja,
sikurse kur të lirohen dy liderët, sikurse ata na kanë bësh neve me armë me njëherë në politik. Ata paspori kanë shkuar te familjet e vet, që 7 vjet janë burg, domethënë në vitet kohë për veti, PDK-ja po don ata si të vinë direkt, hajde shtana parti. Po popullin po do pas konsiderata edhe për ta pak. Padyshim. Vullnet, faleminderit shumë, besoj se ka ende shumë për të diskutuar sepse janë vetëm afër 20% të votave nuk janë numëruar në total. Trendi vazhdon të jetë. Ata prezantojnë edhe motin me këtë rast, Aurorës, një programar. Hajde me këtë rast, hajde ju lutem, ja shpejt hartë në Kosovë.